Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka hequr lejet e sigurisë për rivalët e tij demokrat kundër të cilëve ka fituar më parë në zgjedhje: Joe Biden, Kamala Harris dhe Hillary Clinton, si dhe një numër ish zyrtarësh të tjerë të lartë. Masa vjen pasi Trump tha në shkurt se po revokonte lejen e sigurisë për paraardhësin e tij Joe Biden. Ai e konfirmoi këtë lëvizje në njoftimin e fundit të premten, duke shtuar se po revokonte gjithashtu lejen e sigurisë për çdo antar tjetër të familjes Biden. Kam vendosur se nuk është më në interesin kombëtar që këta individ të kenë akses në informacionin e klasifikuar, thuaj në memorandumin e Trump. Ish presidentët e SBA-s dhe zyrtarët e lartë të sigurisë zakonisht e mbajnë lejen e tyre të sigurisë. Ish sekretari i shtetit Antony Blinken dhe ish ligjvënësit republikan Liz Cheney dhe Adam Kinzinger ishin gjithashtu në listën e atyre që humbën lejet e tyre të sigurisë, si dhe Fiona Hill, një ish këshilltare për çështjet ruse në administratën e parë të Trumpit. Presidenti amerikan më herët kishte tërhequr lejet e sigurisë për disa ish zyrtar të inteligjencës, të cilët ai i akuzoi për ndërhyrje në zgjedhjet e vitit 2020 në favor të Bidenit. Në vitin 2021, teksa Biden ishte në detyrë, ndaloi Trumpin që të kishte akses në informacionet e inteligjencës, duke përmendur sjelljen e tij të çrregullt.